askush nuk mund ta mohoj që nëse nuk do të ishte reforma në drejtësi, nuk do të kishte as prokurit posaçme, as gjykatë të posaçme. Ashtu si shkundër, askush nuk mund ta mohoj që është kjo reformë u inicua nga ne, u mendua nga ne. Dhe unë jam gati të sfidoj cilin do nga ju, njerëzit e medias apo jashtë saj, apo dhe vetë njerëzit e drejtësisë nëse dëshirojnë, që të më tregojnë një rekomandim, një projekt që ka qenë i ardhur, i gatshëm, para se të fillon të reforma në drejtësi, pikërisht për ta ndryshuar, për ta sjellë në këtë nivel këto dy struktura. Një, po më sollet një, unë do të riqem. Pra do thotë që ka qenë koncepti jonë, vullneti jonë, dhe duhet dini një gjë, projekti për reformimin e drejtësisë nuk ka qenë një projekt i... E kuptoj këtë pjesë, po. Tashti, kur dëshironi të kuptoni tjetrën, është shumë e rëndësishme që t'i servirni publiku dhe këta anë tjetër. Dhe nga kjo pikpamje, Edi Rama ka plotësisht të drejtë, që thotë që ne patëm vullnetin, patëm vizionin dhe përgjegjshmërinë për ta ndërtuar të spak. Për të ndërtuar këto strukturat posaçme. Tashti duke i ndërtuar ato, vinde rezultatet. Pa dyshim ne kishim përcaktuar që ishim pjesë e hetimit dhe gjykimit të posaçëm pikërisht edhe në këto nivele, sepse kishin përcaktuar objektin e ty dhe subjektet që do t'i nështroheshin këtij hetimi dhe gjykimi. Pra do thotë që lidheshin me ne, pra do thotë që kemi qenë mjaftueshëm të arsyeshëm për të kuptuar që do të kishte edhe pasoja edhe në Gjithsesi ka tronditur SPAK-u? Shiko, duhet ndaj dhe një gjë tjetër tronditur, pa dyshim. Tu qëllon që hetohet, ndalohet, apo arrestohet një qytetar i zakonshëm, një njeri që e njeh, dhe të krijon një tronditje emocionale, jo më kur ke një koleg, një bashkëpunëtor, apo kur ka një debat rreth këtij momenti. Padyshim, nëse e quani tronditje këtë gjë, unë e quaj tronditje. Nëse e quani tronditje faktin që ata merren me këtë gjë, nuk e quaj tronditje.